Në qendër të Shkodrës ka nisur zyrtarisht projekti më i debatueshëm i viteve të fundit, ndërtimi i një kulle 35 katëshe. Një vit më parë, kur projekti u prezantua, në qytet u zhvilluan disa protesta, por pa ndikim. Në nisje të punimeve, këshilltari i Partisë Demokratike e njëherësh urbanist në profesion, Imel Sokoli, ka dalë në një deklaratë publike teksa tha se ky projekt betonizon qendrën historike, si dhe cënon planin urban të qytetit. Kjo leje ndërtimit e dhënë në mënyrë arbitrare cënon rënd planin e përgjithshëm vendor si instrument i vetëm që mbron interesin publik dhe balancon zhvillimin e territorit në Bashkinë Shkodër. Bashkia Shkodër, si institucion kompetent për implementimin e planit përgjithshëm vendor, duhet të mbrojë interesat publike dhe jo të bëhet pjesë e jashtëligjshmërisë duke e cënuar këtë interes. Ajo çka predikon bashkia në rrjetet sociale është zhvillimi i politikave të qëndrueshme mbi territorin e Bashkisë Shkodër, por në fakt në territor dhe në praktik ndodh krejt e kundërta, ku projekte të panevojshme betonizojnë qendrën e qytetit duke përkeqësuar element të identitetit të qendrës së qytetit apo edhe element mjedisor në qytet. Për më tepër, kjo leje ka drejtëhijet e saj për sa i përket përfitimit të pronës nëpërmjet proceseve të dyshimta të përfitimit të kësaj prone. Bashkia duhet të reagojë me bllokimin e procesit të punimeve, sepse kështu po kontribon vetëm në shkatrimin dhe jo përmirësimin e jetës publike në qytet. Ndërtimi i kullës pritet të zgjasë 84 muaj dhe do të ndryshojë përgjithmonë pamjen urbane të metropolit verior. Për opozitën urbanistët, por edhe shoqërinë civile, ky projekt do të sjellë betonizim të tejskajshëm në qendër të qytetit, duke mos i dhënë frym pamjes historike të Shkodrës.